çfarë kanë thënë që nga Sali Berisha, Fatos Nano dhe të gjithë me radhë, nuk po themi nderuari kryetari i Partisë Republikane, Sabri Goda të tjerë, ata kanë folur, por asgjë nuk kanë bërë gjatë mandateve tyre, absolutisht asgjë. Duke përfshirë dhe Kuvendin Popullor. E gjithmonë kanë anashkaluar. Këtu është edhe problemi. Domethënë nuk ka një organizëm institucional për historinë e qeverisë, sepse vetë politika nuk intereson që të dalë një libër institucional me dokumente siç është e vërteta. Ka qeveria dokumente me shkrim për këtë. Asnjë dokument. Edhe Kuvendi nuk e di çfarë ka. Dhe i ka të manipuluara. Fjalë në mitingje thonë, por ato fjalë janë fjalë në eter, në ajër, edhe fjala fluturon, e shkruara mbetet. E të tilla më thoni cili politikan, me përjashtim disa diplomatëve vërtet kanë folur shumë mirë dhe kanë shkruar për çambrinë her pas here, por politikanë të nivelit lart thonë cilin dokument dhe në cilin dokument e ka sankcionuar